Prej ditës sotme deri në datën 22 maj do të zhvendoset në qytetet kryesore të vendit dhe prandaj do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër sot me një nga gjyqtarët e ciklizmit. Kam Donaldo Mukajn në komunikim të drejt për drejt. Ai do të na shpjegojë në fakt edhe rëndësinë e kësaj gare, por edhe se çfarë do të ndodhë në fakt përgjatë këtyre 5 ditëve. Donaldo ne kam në komunikim të drejt për drejt, ja tek na bashkohet tani. Mirëmëngjes, Donaldo, mirë se vjen. Mirëmëngjesi, përshëndetje, si kaluat? Ditë e rëndësishme sot për ciklizmin në vendin tonë, do të jetë një ditë e cila do të shoqërohet me garë, sigurisht, me bllokim rrugësh, me mirëkuptim nga qytetarët në fundit, për një event që vjen shumë rrallë përgjatë vitit, por që përpara se të të pyes pak për ciklizmin, trego pak si është thjesht një gjyqtar ciklizmi, cila është detyra jote? Atëre, detyra ime është të kontrolloj mbarvajtjen e garës, do me thënë të jem në asistim të sportistave për çdo problem, çdo nevojë që mund të kemi, edhe normalisht të shikojmë edhe këto hilet e vogla që mund të bëjnë çdo sportist gjatë aktivitetit. Ciklizmi në fakt është një sport që garojnë 160-170 ciklista njëkohësisht, kështu ka nevojë për një staf shumë të madh gjyqtarësh, unë jam thjesht njëri prej tyre. Dhe çfarë do të ndodhë konkretisht? Pse është i rëndësishëm turi i 83? Në atë, le të themi, renditjen e turneve më të rëndësishëm të vendit, ku pozicionohet turi ciklistik? Në spektrin e ciklizmit, Xhiro e Shqipërisë ose turi ciklistik është evenimenti më i rëndësishëm vjetor i federatës, pasi prej 2017-s tani më ne kemi kaluar në një tur profesionist evropian. Pra që do të thotë, organizimi bëhet nga Federata Shqiptare e Ciklizmit, por mbarvajtja dhe, si të thuash, vula finale jepet nga mbikëqyrja, është nga Federata Botërore e Ciklizmit. Pra do me thënë është një arritje jashtëzakonisht shumë e madhe për Federatën e Ciklizmit shqiptare, pasi kjo na ka ndihmuar që shumë ekipe të huaja të kërkojnë, të aplikojnë për të marrë pjesë në Xhiron e Shqipërisë. Këtë vit kemi një numër goxha të madh ekipesh, janë plot 18 ekipe, me nga 6 sportista secili, domethënë, pra që jep një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe federatës tonë, edhe me shpresë të madhe që vitin tjetër të kalojmë akoma një kategori më lart, por janë gjëra thjesht teknike pastaj. Donaldo, po nga vijnë këta sportistë? Çfarë nacionalitetesh kanë për shembull? Atëre, kemi nga Anglia, kemi nga Greqia, kemi nga Bullgaria, kemi ekip italian, kemi nga Hollanda, kemi nga kombëtaren e Kosovës, kombëtaren e Shqipërisë, kemi nga Maqedonia, kemi nga Malizi, pra një miks i nacionalitet. Bukur. Tani, shqiptarët, cilët janë? Më trego pak për ciklistët tanë. Kemi ne protagonist, kemi ne ciklistët cilët po shkëlqejnë vendin tonë që t'i japin pak vëmendje dhe edhe hapësirë, sepse e meritojnë në fundit. Unë jam sportist vetë dhe kur vjen puna për homologët, kolegët e mi, le të themi bashkëlojtarët të tjerë, është e vështirë të marrësh informacion ndonjëherë. Patjetër, atëherë në kombëtaren tonë përbëhen 2 kampionët e Shqipërisë Olician Velia dhe Henri Ysaj, por kemi edhe që garojnë në Shqipëri me ekipin e Tiranës, por kemi edhe disa sportista, si për shembull Giuliano Cambera, i cili jeton edhe stërvitet në Itali. Giuliano Cambera i ka dhënë rezultate jashtëzakonisht shumë të mira dhe realisht është shpresa jonë me marrë, sepse edhe në Xhiron që u bë në Bosnjë-Hercegovinë, që edhe Xhiro e Bosnjës është profesioniste, na nderoi edhe me një medalje. Më qëndro pak tuke shpresa që kemi ne tek këta sportistë. Sa realisht kemi mundësi të bëjmë mirë në këtë kompeticion? Pra, mund të synojmë ne vendet e para, fitoren, apo duhet jemi realist në raport me vështirësitë që ka sporti dhe konkurenca e madhe? Tani të them të drejtën, duke analizuar përgatitjet që bën Federata Shqiptare e Ciklizmit, plasin në bashkëpunim me ekipin kombëtar, ne futemi gjithmonë në Xhiron e Shqipërisë, futemi me synimin për ta fituar, pavarësisht sepse sportet me rrota, ciklizmi, Formula 1 janë sporte edhe të paraparashikueshme, se ti mund të kesh bëshë jashtëzakonisht shumë stërvitje në metrat e fundit të çpët goma bie fjala, edhe normalisht humbet gjithë sakrificën që ke bërë, por që duhet pranuar fakti që edhe konkurenca është jashtëzakonisht shumë e madhe, por që neve pretendojmë realisht që të paktën të marrim fitime etapash me finishe, sepse klasifikimi i përgjithshëm është pak i vështirë, por që ne ce la faremo. Normale. Dhe ne urojmë diçka të tillë, urojmë shumë sukses për sportistët tanë. Etapat, cilat janë? Sot nis turi 83, por përfundon në datën 22 në mos gaboj, 22 maj. Ku do të shkojnë ciklistët?
Atër, etapa e parë është Tiranë-Lezhë, normalisht nuk do të thënë drejt në Lezhë, por do të bëjmë edhe një si tip unaze, pra për të arritur distancën 177 kilometra. Është një etapë kryesisht fushore, do të thënë pa ngjitje, malesh. Etapa e dytë është Lezhë-Elbasan, etapa e tretë është Elbasan-Vlorë, etapa e katërt që është edhe më e vështira, është etapa që unë do qete nga Xhiro e Italisë, do bëjmë identik Xhiron e Italisë me pak fjalë, është Vlorë, do i bjem nga rruga e Lumit, që i themi neve, nga rruga e re e Kuçit, do kthehemi në Himar, do ngjisim llogaran nga ana e Palasës, edhe do kthehemi prapë në Vlorë. Pra e njëjti cirkuit siç u bën në Xhiron e Italisë. Dhe përfundon në Fier, në mos gaboj, me finishin? Etapa e pestë, patjetër është Vlorë, Lushnjë, Fier. Pra në Fier ne kuptojmë fituesit e turit të 83 ciklizmit. Patjetër, po, në Fier pastaj mblidhet koha e të gjithë, domethënë e koha e të gjithë dhe sportisti i cili ka bërë të 5 etapat në kohën më të shkurtër do të shpallet kampioni i rrethit ciklistik Shqipërisë. E fundit që kam. Po. Xhiro e Shqipërisë ka një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe për thjesht faktin sepse në Xhiron e Shqipërisë grumbullohen pikë olimpike. Pra, gjithë sportistat që marrin pjesë në Xhiron e Shqipërisë, ciklistat normalisht, më së shumti konkurrojnë për të grumbulluar pikë për të paraqitur në për lojrat olimpike, në rastin konkret lojrat olimpike të ardhshme. Pra, pas ka një vlerë të dyfish për te i suksesit individual që mund të ketë ati trofeut apo edhe ku diun bonusit financiar që ka turi ciklistik. Pikët olimpike pra janë më të rëndësishme. E fundit që kam, Po, më thuaj. Shumica e skuadrave që marrin pjesë në Xhiron e Shqipërisë, synimin e tyre kryesor kanë të grumbullojnë pikë në lojrat olimpike. Për lojrat olimpike. Dua vetëm një koment të shkurtër nga ty për vlerën që i dha Giro d'Italia, e cila u transmetua gjatë gjithë kohës dhe nga rrjeti radio televizionit shqiptar drejt për drejt, që i dha ciklizmit në përgjithësi në Shqipëri. Keni ndjerë një ndryshim që nga viti kaluar? Patjetër që po, ndryshimi më i madh dhe për mendimin tim më i rëndësishëm është perfeksionimi i forcave të rendit, i shoqëruesve të garës, i policisë, të cilët tani më e bëjnë, si të thua, zhvillimin e aktivitetit me sy mbyllur, kuptimin e mirë të fjalës. Pra, do me thënë, Federata Italiane e Ciklizmit i trajnoi për gati një muaj gjithë stafin e rrugës të Federatës Shqiptare të Ciklizmit, që kështu tani neve përveç se kemi shumë herë më të thjeshtë për menaxhimin e situatave në rrugë, por edhe sigurinë kemi shumë herë më të lartë për sportistat tanë. E kuptoj. Pra një përvojë shumë mirë edhe për anën organizative, që për ju është shumë rëndësishme, është aja, është themelore. Ishte si tip shkolle. E kuptoj. Donaldo, të falenderoj shumë, ju uroj shumë sukses, punë sa më të lehtë dhe të mbarë edhe për ty, edhe presim të mësojmë në fundin e javës se cilët do të jenë fituesit, me shpresë shqiptare tanë. Shumë faleminderit, ju uroj punë të mbarë të gjithëve. Kënaqësi.